Në shtëpinë e Big Brother Kosova VIP 4 përpos dramave të përshtatshme për klikime dhe sensacione në rrjetet sociale, banorët kanë diskutuar midis tyre, por që nuk e kanë dhezur rrjetin. Ardit Stafa ka sjellë një temë të interesante për diskutim, martesa dhe krijimi i familjes. Ai u shpreh se çdo njeri në jetë ka një mision të caktuar dhe se ndërtimi i familjes është një detyrë e rëndësishme, jo vetëm ndaj vetes, por edhe ndaj krijuesit. Krijimi i familjes është detyrë ndaj vetes dhe krijuesit, deklaroi Arditi, kurse transgjinoria Linda Rej dha tjetër qëndrim. Pasi ajo tha se nuk ka dashur që të lindë siç lindi, pra që lindi mashkull do donte që të lindte femër. Diskutimi që ndodhi në shtëpi nxiti reflektim mbi rëndësinë e lidhjeve familjare dhe përgjegjësinë që secili ndjen mes jetës dhe së ardhmes së saj. Ky moment theksoi edhe një herë tjetër se Big Brother Kosova VIP nuk është vetëm argëtim, por edhe një platformë ku shfaqet mendime dhe debate mbi çështje të rëndësishme shoqërore. Si edhe në jetë një fëmijë nuk është detyrë, por përgjegjësia më e madhe që njeriu kërkon vetes, sepse nuk krijon thjesht jetë, krijon të ardhmen. Por nga ana tjetër, të mos sjellësh një fëmijë në jetë nuk është dobësi, por përgjegjësi. Është të pranosh se jeta është e shenjtë dhe nuk duhet krijuar kurrë një botë e re nëse zemra dhe shpirti nuk janë gati të mbajnë peshën e saj.